Hoxh, po këta këngëtarë që këndojnë gjasme në vendet mira dhe thonë e bëj për hir të Zotit. Gjëja e parë që du ta kem parasysh është se nuk ekzistojnë vendet e mira, nuk ka vendet mira. Pra për ata që nuk e dinë, fjala vend i mirë është për qëllim një vend i shejt në thojza, ku njerëzit shkojnë për të përfituar nga ai vend duke prek atë gurin, duke prek atë murin, duke puth atë varrin, edhe duke prek pasaj trupin për bereqet, për shërem, për shëndet, për telashe, për largim të smundjeve, etj. S'ka vendet mira në Islam. Vendet ku lejohet me udhëtu për me fitu një sevap, janë veç 3 vende në Islam. Qabja, xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe xhamia e Aksas në Kuds në Palestinë. Secila ka sevapet, xhamia e Qabës, një namaz sa 100.000 namaze, xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, një namaz sa 1.000 namaze dhe xhamia e Aksas sa 500 namaze me një transmetim sa 100 namaze. Këto janë xhamiat në të cilat lejohet udhëtimi me shku dhe janë vendet të bekuara. S'ka vendet bekuara tjera, s'ka vendet bekuara. As xhamit tona, vendi si vend nuk është i bekuar. Që i bjen xhamia e ka sevapin e vet, është mirë, këtë në rregull. Nëse ndodh para xhamis, ai vend ka qenë normal. Mas xhamis, po dojmë na me e prish që të xhamin më nërëq një më të madhe, më poshtë. Ky vend i kur gjë. Mund të më nërëq shtëpi shumë normale. Nuk është vend i shejt, nuk është vend i mirë. Kjo e para. E dyta, njerëzit shkojnë aty edhe këndojnë këngëtarët. Dhe më thonë, edhe konga pastaj është haram. Pa marrë parasysh çka këndohet. Të mendu se ka sevap se po këndon, edhe me shku me këndu Kur'an aty, edhe me çka do koft, përderisa ti vendi si vend nuk lejohet me shku. Atëherë edhe të kënduarit aty qoftë Kur'an, qoftë nuk ka dobi, përkundrazi ka mëkat. Muzika edhe më tepër, konga edhe më tepër. Gjithsesi mos më zgjat, kjo nuk ban që ke përmend ti. Nuk ka kur far sevapi. Prandaj jo gjithmonë mundi edhe ibadetet e njerëzve, kokën vete që ka i bëjnë shpërblehen. Ndodh që njeriu mundin e vet që e bën, kinë në emër të ibadetet edhe me fitu mëkat. Çka duhet me bëna? 2 kushte i kanë adhurimet në Islam. Kushti i parë, sinqeriteti për hir të Allahut, dhe i dyti, sipas rregullave islame. Sipas rregullave islame, sipas pasimit të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ashtu siç është përmend në Kur'an edhe në hadith. Allahu na bëft të sinqert edhe pasus të së vërtetës. Allahumma amin.